Shiaku dhe i ka përfshirë në paketën e maleve, që aty nuk ka as kodra, jo më të ketë male, etj. Pra, pastrimi i parave është një fenomen jashtëzakonisht i përhapur në Shqipëri, sidomos në sektorin e ndërtimit apo të atij që quhet turizmi. Por në raport evidentohet se ka rënje të procedimeve për këtë. Kjo tregon që pastrimi i parave, korrupsioni bëhen në bashkëpunim me strukturat ligjzbatuese, të cilat normalisht pastaj nuk kanë asnjë lloj interesi që t'i raportojnë këto raste, përkundrazi janë aty për t'i mbrojtur. Janë aty për t'i mbrojtur, për të penguar hetimet, në vend që të bëjnë detyrën e tyre siç duhet, bëjnë detyrën duke mbrojtur, shpërdorojnë detyrën duke mbrojtur ata të cilët i paguajnë. Kështu që e njëjta gjë do të thosh edhe për lojrat e fatit. Është e ditur që në Shqipëri ka një industri të jashtëzakonshme të lojrave të fatit. Qarkullohen miliona euro. Ndërkohë qeveria jon, Shqipëria, mund të jetë vetëm një vend në Europë, ndoshta nga të rrallët në botë, që e ka ndaluar luajtjen e lojrave të fatit, ato që lotët apo bastet sportive, sepse kazinot nga ana tjetër i ka licencuar dhe i ka përhapur shumë. Por për pjesën e lojrave të fatit, cilat janë të ndaluara dhe të ndëshkuarshme nga kodi penal, për këto ju thoni dhe raporti thotë që kanë rënë procedimet. Normalisht është një fenomen që vazhdon, është shumë i përhapur në Tiranë dhe kudo në Shqipëri dhe luhet në mënyrë ilegale. Shteti nuk përfiton asnjë cent nga ky aktivitet, nuk përfiton asnjë para që derdhet në buxhetin e shtetit nga taksat dhe tatimet, ndërkohë parat me shumë mundësi shpërndahen në formë korrupsioni, benefitet shpërndahen në formë korrupsioni nga ky aktivitet kriminal për organet ligjzbatuese dhe ata që e kanë këtë vesin famkeq shkojnë dhe luajnë sikur të mos kishte asnjë ndryshim.